Për disa muaj rresht nuk flitej për askën tjetër përpos për ta. Gjesti dhe Egli ishin kryefjalë e showbizit dhe gjithë të tavoline. Dramat e tyre në Big Brother lampezull një audiencë të tërë të cilët prisnin si do të shkonte rrjedha e ngjarjeve me çiftin në tentativë. Por Bigu mbaroi dhe shumë gjëra mbetën të paqarta. Priveve Libertas Pahiu sonte sjell detaje ekskluzive të raportit të tyre jashtë mureve të vëzhguar nga kamerat 24/7. Detajet e pathëna mbi takimet e mosfajtimet dhe gjendjen aktuale. Por në sytë e gazetares Enki Bracaj, pavarësisht se ishin të shumë komentuar, dyshja nuk e kanë bërë Bigun. Nuk mund të them që këta dy kanë qenë personat e Bigut që e kanë bërë Bigun e Shqipërisë, këta të dy kanë pas një histori të përbashkët. Gjesti po ka qenë një nga fenomen, le të themi, quajtur ndryshe, sepse erdhi nga Big Kosova, u quaj se ju bëj një padrejtësi, aty mori dhe famën. Me pak fjalë mendoj që Gjesti duhet ja di faleminderit Xhenetës që e rrahu dhe Olsës që e nxori nga Bigu dhe u bë famous. Kështu që ndërsa Egli ishte thjesht një stol rezervë e cila fitoi famë vetëm në këtë lloj drejtimi. Mendoj unë. Por fama sigurisht po u bie shumë shpejt, ti nuk i shef as në për televizione, ndoshta dhe kanë zgjedhur të bëjnë këtë rolin e VIP-it dhe të rëndësishmit, por mendoj që kjo po i penalizon duke u harruar. A janë apo nuk janë bashkë? Tani unë mendoj që nëse flasim për këngët dhe po e shpreh nëpërmjet këngëve, do thotë që ata nuk janë bashkë, sepse kënga e fundit e Eglit tregon për një dashuri që kjo është keq trajtuar në momentin që i thotë si nuk të erdhi pak gjuna. Dhe me pa fjalë dalim që si janë bashkë. Unë mendoj që e kanë mbajtur, dhe këtë mendoj vërtet, që e kanë mbajtur një lloj raporti. Ndoshta e kanë mbajtur një friends with benefits, ndoshta janë vërtet të dashur, ndoshta rrin bashkë siç rrinin në Big, unë nuk e di, se s'kam lënë mbas tyre as e kam plan. Por që mendoj që një lloj raporti pa diskutim që e kanë, sepse ata e kuptuan që të dy shisnin, pra të dy bashkë shisnin më mirë se sa veç e veç. Edhe Egli edhe Gjesti brenda një intervali të shkurtër kohor, në një javë sollën projektet e tyre solo. Enkit, a ju duk që kanë qëlluar në shenjë për projekte si të parat pas Bigut? Atëherë, të flasim për këngën e Gjestit, për hitë të së vërtetës mua kështu deshu bëu gati ku diu se ishte një këngë e lezetshme, po ishte ritmike, ishte fiksi këngët që bën Gjesti, se Gjesti nuk është se mbahet për ndonjë këngëtar që bën këngë të jashtëzakonshme, që do një potencial artistik të madh, bën këngë të thjeshta, me ato lëvizjet e veta, me videoklipet interesante, dhe unë mendoj që është një këngë e lezetshme për verë, ndërsa për sa i përket këngës së Eglit, dhe kjo është thjesht një mendim personal, ju lutem shumë të gjithë njerëzve që mendojnë që unë jam edhe një psikologe, jo nuk jam një psikologe, unë thjesht analizoj një tekst këngë të caktuar në këndvështrimin tim. Unë mendoj që nuk ndezi aq sa duhej, sigurisht që ndoshën ato, se pash një status e Eglit, më saktë më doli një status që kishte thonë që i keni dhënë jetë këngës time jetë. Unë mendoj që nuk ja dha jetën kërkush, ja dha jetën disa adoleshentë që e ndjekin dhe që shumë mirë bëjnë në fund të ditës, por nuk mendoj që ishte një projekt muzikor që aq shumë po pritej. Pra, ishte vënë më shumë rëndësi dukes, mendoj unë, se si Egli duke, se duke një yll, për të thënë vërtetën, se sa këngës. Sipas gazetares, Fifi ka rënë pak shkurt për këtë projekt. Nuk mund të themi që ishte një tekst skandalos, ku nuk ishte rima apo ku di unë, se unë nuk jam një gjykuse arti. Por atë që ti të them është që Fifi ka rajë çik shkurt në këndvështrimin tim. Dhe kanë dashur me nxjerr të këngën sa më shpejt. Pra nëse do ta rishikonin edhe një herë tekstin apo do bënin diçka më të mirë. E megjithatë, Fifi ka pas përballë një Egli e cila vazhdon të vuajë, mendoj unë, për këtë dashurinë e pamundur dhe në bazë të asaj dashurie të pamundur kanë nxjerrë një tekst këngë, le të themi kështu. Por a janë dedikim këngët e dyshës ndaj njëri tjetrit, ashtu siç po i interpretojnë një pjesë e fansave në rrjetet sociale?
Atëherë, unë mendoj që këngët janë dedikim, unë mendoj që këngët bëhen për të shitur, për këtë arsye dhe kjo është arsyeja që janë dedikim. Atë siç e thash edhe pak më parë, ata e dinë shumë mirë që të dy bashkë shesin mirë, kështu që vazhdojnë e mbajnë publikun të ingranuar. Unë nuk mendoj që ata kanë një marrëdhënie stabil dhe mendoj që ata edhe marrëdhënien që e kanë për atë showbizin dhe për të bërë sa më shumë skupe apo s'janë njerëzit kurioz. Kështu që nuk është se mendoj ndonjë gjë, nuk do çuditesha nëse një ditë të caktuar dëgjoja që Gjesi dhe Egli po bashkëpunojnë për shembull. Nuk do çuditesha sepse të dy kanë ushqyer njëri tjetrin. Dhe pra shkak se kanë ushqyer njëri tjetrin, le të ushqehen edhe bashkë. E çfarë ka ndodhur realisht mes tyre? Priveba Liberta Spahiu ka mësuar se marrëdhënia dyshës, që shpesh po i përmend Gjestit nëpër koncerte, po e ndjek të njëjtën linjë toksike le të themi, për e shpajtohu sikurse në shtëpinë më të famshme. Burimet të sigurta pranë tyre nga Tirana kanë bërë të ditur se Gjesti dhe Egli janë takuar në javët e para disa herë komplet larg syrit të publikut. Edhe në rastin e Gjestit, edhe në punë e takime tjera, Egli përruhet maksimalisht. Ajo një pjesë të madhe të takimeve bën natën për të shmangur çdo kapje nga syri i publikut. E në një nga këto herët, Gjesti dhe Egli kanë biseduar edhe për projekte muzikore. Burime nga Tirana bën të ditur se Gjesti ka ftuar të jenë bashkë në një label, propozim të cilit Egli i ka thënë jo. Dyshja herë flasin e herë nuk flasin me ditë, por persona pranë kanë bërë të ditur se Egli nuk ka hequr komplet dorë nga Gjesti, gjë e cila po i bie në sy rrethit të ngushtë. Teksa Gjesti po vazhdon koncertet, gazetarja Braca i ka një këshill për takon. Ato që dua të them është që Gjesti ka kapur një numër të mirë të koncerteve, me aq sa unë kam informacion, ndërsa Egli nuk është se e shoh në asnjë lokal ose klub nate. Gjithmonë për aq sa unë di. Do ta këshilloja Egli nëse më ndjek që të bëjë ndonjë para me këtë pjesë dhe mos të bazojë dhe në Instagram dhe të shifrat e frikshme që kanë quar reklamat në Instagram, por të punoj pak më shumë në muzikë. Dhe pse jo në aktrim, se ajo për atë e ka mbaruar dhe shkollën me sa unë di. Sipas enquetit, trendi i përkrahjes ndaj dyshës është në rënje edhe mes komentuesve që e kritikojnë kur flet diçka jo mirë për ta. Dhe sa herë flisja diçka keq për ta, gjendesha me një vorgull njerëzish të cilët realisht fillonin e mlefoseshin e kështu. Mua këta nuk më bën përshtypje sepse unë u bëra që 18 vjeç në këtë profesion, kështu që për mua këta janë njerëz të pambushur shpirtërisht. Por atë që bura re këtë radhë, ndryshe nga herët e tjera që flisja më përpara, është fakti që kam marrë shumë mesazhe që më kanë thënë se mendojnë si unë, se unë kam pasur të drejtë atëherë, se ndoshta tani po e shohin më mirë që këta po e shesin këtë gjë, këtë marrëdhënien. Kështu që mendoj se mos ju ka rënë një çik numri fansave ose hey fansa kujtohuni. Pastaj ne jemi dhe një popull i çuditshëm, ka ndodhur për shembull raste që në një video kanë komentuar diçka të keqe, ti që shan Gjestin apo Eglin, dhe në privat më kanë thënë, "Ej, po je pa parë, si nuk e frikë dhe si nuk mërzitesh kur mendon që mund të komentojmë negativisht." Domethënë ndodhin dhe këto lloj gjëra që për mua janë shumë të çuditshme. A do bëhen bashkë Gjesti dhe Egli për muzikë dhe jo vetëm bazuar në si po shkojnë gjërat? Herët të themi, por vera mund të sjellë surpriza.